Në forumin Berlin Global Dialog, kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë e përmbushjes së objektivave të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe sqaroi se afati deri në vitin 2030 nuk është thjesht një dëshirë, por një agjendë e dakordsuar me BE-n. Kemi rënë dakord për një kalendar. Kalendari nuk kupton që për të gjitha detyrat e shtëpisë që duhet të bëjmë për të arritur anëtarësimin me të drejta të plota, na duhet të vazhdojmë nga tani deri në vitin 2027 dhe të mbyllim kapitujt. Është sfidë, por nëse ecim në përputhje me kalendarin, atëherë ana e tyre e marrëveshjes është se ata do të quajnë të mbyllura negociatat dhe do t'i kërkojnë shteteve anëtare t'i ratifikojnë. Kemi parashikuar dhe 2 vite të tjera. Ja pse kam thënë në 2030, bazuar në këtë marrëveshje. Nuk është një gjë e thjeshtë, e dëshirojmë për një agjendë të dakordsuar me BE-n. Ai theksoi gjithashtu të paparashikueshëm vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Me BE nuk i dihet kurrë, nuk është një bishë e paparashikueshme. Mund të ndryshojë sepse nuk është një vend, është një asamble 27-she, është një pacient me 27 mjek, të gjithë patolog dhe kjo ndërlikon edhe më shumë sepse ju duhet që në çdo moment të bijeni dakord për çdo gjë. Kështu që tragjikisht optimist është pozita më e mirë për të qëndruar. Rama foli edhe për inovacione teknologjike që pritet të sjellë sistemi Djedha në kuvent. Djedha është shtatzan dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit ton dhe do të shërbejë si asistent për ta, që do të marrë pjesë në seancat parlamentare. Do të mbajnë shënim për çdo gjë që ndodh dhe do të sugjerojnë antarët e parlamentit. Këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre. Ai komentoi gjithashtu shakan me presidentin e Azerbajxhanit duke nënvizuar reagimin e SBA-s. Kjo shaka miqësore u bë virale në Europë. Është argëtuese, por në SBA u përdor për të sulmuar presidentin. Ishte diçka që më mërziti shumë për demokratët, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që epërsia morale mjafton për të pretenduar. Trump është aty ku është. Rama i dha edhe merit presidentit amerikan Donald Trump duke theksuar rolin e tij në zgjimin e Europës. Unë vazhdoj të besoj se kur Trump tha dhe vazhdon të thotë që Zoti kishte një plan për të dhe Amerikën dhe Zoti e shpëtoi nga përpjekja për ta vrarë, unë mendoj se kjo është gjysma e së vërtetës. Gjysma tjetër e së vërtetës është që Zoti e shpëtoi për të shpëtuar dhe Europën. Europa duhet të mbledhë veten dhe të kuptojë sa më shpejt që nëse do të ruajë rëndësinë e saj, duhet të ndryshojë më shpejt, duke theksuar me reflektim mbi atë që ka ndodhur deri në zgjedhjen e Trumpit dhe më pas kundrejt luftës në Ukrainë dhe të vendosë veten nëse ka një strategji të qartë. Në aktivitetin e zhvilluar në Berlin, ishte e ftuar edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.